Edhe këtu na është dashur me investu dikun bashkë me ministrinë. Është funksionale? Është funksionale, janë të vendosura 13-14 biznese. Të mëdha, Të mëdha. Po bie të mesme. Të mesme edhe të mëdha. Po, edhe na është dashur sepse s'është investuar që nga fillimi më, dikon edhe mbi €500.000 kemi investuar në infrastrukturën për cilëse të kësaj qendre. Ndërkohë jemi në proces të themelimit të zonës së dytë ekonomike në fshatin Glavic. Atje do të funksionalizohet vitin e ardhshëm zona e dytë ekonomike prej 37 hektarësh. Dhe do të jetë një mundësi, një aset shumë i mirë i zhvillimit të komunës tonë, sepse pretendojmë që ka dhe kërkesa për të ardhur biznese edhe vendore dhe ndërkombëtare. Po pas ka dhe hapësirë, goxha shumë për të vendosur nëse i referohem këtyre. Jo, nuk është kjo. Kjo nuk është. Këtu ku jemi, domthon aq kemi prunë publike dhe tashti jemi zhvendos me investime në zonën e dytë ekonomike, përkatësisht në fshatin Glavic. Mundemi me shku edhe me pa. Po, mundemi me shku, do ta shohim gjithsesi. Po. Tani jemi rrugës për stadium, do të shkojmë ta shohim se si duket fillimisht stadiumi. Po. Që më pastaj natyrisht të kthehemi edhe të flasim edhe për tema tjera. Qëndroni më tuti me ne. Jemi vendosur në një lokacion më në lartësi edhe ku duket një pamje panoramike e shtimës. Bashkë me një avion që po duket që po zbarkon atje në Spartin. Ku jemi këtu? Këtu jemi tek ajo që quhet Kodra e Rinis ose tek Isha. Këtu është e vendosur shkolla e Minduraku, pjesa nga klasa 6 deri në klasën e 9, është stadiumi i qytetit që po bëhet i ri, po investohet në tribuna dhe në dysheme, dikun 2.7 milion euro. Po ashtu është edhe një objekt që është i mbrojtur në monumentet e mbrojtura, që quhet shtëpia e përshpeshme ose qendra e rinis, në të cilin po investohen dikun 800.000 euro. Kjo këtu? Në bashkëpunim, po kjo këtu me... Se para asaj po i shoh edhe hapësirat e përbashkëta, qoftë rekreacionit, qoftë sportive, edhe këto pishat. E vërtet, kjo është... Edhe çka po shoh këtu është shpresa. Shpresa rinia të rit. Në dy drejtime. Shpresa përpos që po i shoh ata fëmijët edhe fëmijët natyrisht kujdesemi për privatësinë edhe rregullat e të miturve, por ajo çka po më pëlqen kryetar është që po shoh që po luhet futboll. Sepse kam patur një shqetësim, jo vetëm futboll, shqetësimin e kam patur që të rit dhe fëmijët e ditëve të sotit janë vetëm me video lojra. Edhe ndërkohë që kur po i shoh duke luajtur futboll, është shëndet kjo. Se dia është çështje nostalgjike e imja, për ato të kaluar. Fëmijëria jonë. Ama e di që është mirë, për pjesën fizike. Po, absolutisht. E vërtet. Se dia ke qenë me sport ndonjëherë? Volejbollin e kam dashur më shumë. Volejbollin. Për hir të vërtetës nuk është se kam pas ndonjë far talenti. Jo, as nuk është që të ka interesuar shumë sport. Jo. Sporti mu ka dashur për shëndet, po talent s'kam pas përveç në volejboll. Volejboll dhe not. Shkak të gjatësisë. Noti është duket të dy disiplina përveç shahut. Shahun e ke luajt? Patjetër. Po. Me kë ke qenë me Kasparovin apo me Karpovin? Me Glau Konjufcën. Me Glau Konjufcën. Kemi luajt një herë shaj, kemi shkëmby mbretëreshat. Aq kam bri se dita që përpos të shehi nuk desha me shku të shahmati. Si fëmijë kemi qenë rival, po pastaj ai më ka tejkaluar dhe tash ajo është shumë lart. Po, se ju keni edhe lidhje familjare me Glaukun, kështu që njiheni një kohë. Po, prej fëmijërisë. Kjo ishte puna mbar. Po, u lodhet. Si po ecë puna. Kur pe hopim? Na presim shumë shpejt me hop, tha? Objekti për çka shërben kryetar? Ky është objekt prej vitit 1924. Është një nga objektet më të vjetra në komunën e Shtimes, ka pas shumë destinacione. Në fund ka qenë edhe si gjimnaz vitet e 80-ta, e mas luftës ka shërby arkiv edhe qendër e rinis. Po si stash po investojmë dikun 800.000 euro, do të rikthehet organizata verinore dhe kulturore. Është një ambient, një objekt shumë i bukur.
Ndërkohë, mbrapa atje, po investohet në